Kërkesa Partisë Demokratike për shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj është rrëzuar nga vota e deputetëve socialistë në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Pro janë 1, 2, 3, 4, 5. Kush është kundër? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rrëzohet kërkesa për shkarkimin e presidentit të Republikës, shkëlqësisë së tij zotit Bajram Begaj. Para votimit, demokratët kanë nënvizuar se Bajram Begaj, gjatë ushtrimit të detyrës së kreut të shtetit, ka kryer 7 shkelje të rënda të Kushtetutës. Sigurisht që unë pres që kryeministri i Republikës mos lajthis, ashtu siç po bën për ditën më tepër. Por ka dhe të tjerë që mund ta ndalojnë. Ktu nuk kalon. Dhe në këto raste ka qenë presidenti i Republikës duhet ta bënte. Nuk ka guximin për ta bërë. Dhe duke mos patur guximin ka lejuar, ka bërë ai me dorën e vet shkelje të rënda. Unë besoj që me të gjitha këto veprime presidenti i Republikës e ka konsumuar atë dispozit të Kushtetutës që thotë për shkelje të rëndë presidenti i Republikës shkarkohet. Por për socialistët, presidenti Bajram Begaj nuk ka cënuar asnjë parim kushtetues. Kryetari socialist i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja tha se nuk ka asnjë shkak për pranimin e kërkesës. Nuk e mbështesim kërkesën tuaj për shkarkimin e presidentit dhe do ta arrëzojmë këtë kërkesë sigurisht me votë. Veprimi i presidentit Republikës përbën shkelje të rëndë Kushtetutës në kuptim të nenin 90.2, kur plotësohen në mënyrë kumulative 4 kritere. Duhet të ketë një cënim të vlerave themelore kushtetuese, duhet të ketë sjell pasoja reale negative në jetën publike, 3 dëmi kushtetues që është shkaktuar duhet të ketë natyrë të pakthyeshme dhe 4 shkelja duhet të jetë kryer me faj dhe me ndërgjegje të plot pa pendim të mëvonshëm. Më 15 tetor, kreu grupit parlamentar demokrat Gëzmend Bardhi depozitoi në kuvend kërkesën për nisjen e procedurës për shkarkimin e presidentit të Republikës, por vendimi i Komisionit të Ligjeve i dha fund procesit që në hapat e parë procedurial. Pas kësaj mbledhje, Komisioni Parlamentar i Ligjeve do t'i dërgojë seancës plenare raportin përkatës, ku do të pasqyrohet vendimi i marrë, çka tregon se Bajram Begaj do të mund të ushtrojë detyrën e numrit 1 të shtetit shqiptar.